Ekipi futbollit Burreli do të presë të shtunën e 24 janarit në stadiumin Liri Ballabani skuadrën e Laçit në një sfidë që do të jetë e vështirë për kampin matjan. Megjithatë, ndeshja është vlerësuar maksimalisht dhe stafi teknik ka punuar gjatë gjithë javës me seanca stërvitore. Këtë të premte u dhan edhe udhëzimet e fundit nga trajnerët, ku futbollistëve ju kërkua të japin maksimumin dhe të bëjnë lojë në grup. Për lojtarin e Burrelit Lorenzo Mura, gjendja e skuadrës është optimale, ku edhe pse me mungesa do të synohet marrja pikëve maksimale. Mura është autori i njërit nga golat e ndeshjes së javës së kaluar ndaj Apollonisë së Fierit, ndërsa shpreson që të jetë protagonist edhe në ndeshjen ndaj Laçanëve. Ndeshjen e kemi përgatitur maksimalisht, shumët janë fokusuar për ndeshjen e nesme. Besojmë të marrim një rezultat pozitiv, edhe pse me një kundërshtar të fortë. Kemi presin nesër. Ndjem shumë mirë, me një moral të lartë. Shpresojmë të shërojmë dhe nesër. Kemi disa mungesa, po thuaj se jemi gjithë aty një lloj, barabartë. Shpresojmë dhe një. Ekipi Laçit do të vinë në Burrel për fitore, pasi është në garë të ashpër për kreun e kategorisë së parë, të cilin e mban aktualisht ekipi i Skënderbeut me 41 pikë, ndërkohë Burreli mban vendin e 5 në kuotën e 26 pikëve. Sa kaq, stafi teknik kërkoi mbështetje maksimale nesër nga tifozëria për t'u dhënë forcë lojtarëve në fushën e gjelbërt.